Pamjet e publikuara ditë më parë nga testimi i dronit kosovar Skifteri K1, i cili sipas prodhuesve demonstron aftësi goditëse me rrezë veprimi deri në 1000 km, ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale, duke vënë në pikpyetje autenticitetin e videos. Lidhur me këto pretendime në emisionin Debat Plus ka reaguar Ridvan Aliu, prodhuesi i dronëve dhe përfaqësues i kompanisë që qëndron pas projektit Skifteri. Ai ka mohuar kategorikisht akuzat duke theksuar se droni është ndërtuar në Kosovë nga studentët vendas. Sa hyra në Kosovë ende mantili nuk e hoqa, i pash mesazhet dhe u ndala në një vend. Po thonë që është fake news, por Skifteri K1 është ndërtuar në Kosovë nga studentët tanë, nuk është vetëm një prototip, por një numër i madh i tyre. Testimet do të vazhdojnë çdo muaj, tha Aliu. Sipas tij, videoja e publikuar është autentike dhe është realizuar nga ekipi i kompanisë jashtë Kosovës, por jo në Kinë, siç është aluduar në rrjetet sociale. Është një video autentike e ekipës sonë jashtë Kosovës, nuk është video kineze, theksoi ai. Aliu shtoi se kompania që ai drejton ka mbi 100 punëtorë dhe funksionon përmes disa entiteteve dhe më shumë se 9 kompanive të ndryshme. Me cilën kompani punojmë në projekte të caktuara është çështje tjetër, deklaroi ai. Ndërkohë i pyetur nëse testimi i dronit është kryer në stadiumin e Kamenicës, Aliu e mohoi një gjë të tillë. Ai sqaroi se Ministria e Mbrojtjes së Kosovës nuk është njoftuar për testimin, pasi ai është realizuar për një klient jashtë vendit. Testimi është kryer me një klient tonin jashtë Kosovës, për shembull droni Vital do të testohet në Bashkimin Evropian. Ai është ndërtuar këtu dhe nesër do të publikojmë një video që tregon se si ndërtohet një fluturake më e sofistikuar se sa Skifteri K1, e cila do të testohet në një nga shtetet e Bashkimit Evropian, tha Aliu, duke shtuar se nuk e di se nga po merren informacionet e pasakta që po qarkullojnë në rrjet. Ai theksoi gjithashtu se kompania nuk e bën publik vendodhjen e klientëve me kërkesë të tyre. Klienti nuk dëshiron të bëhet publik. Kjo video është bërë për të demonstruar aftësitë e dronit dhe për t'u prezantuar kandidatëve të tjerë potencial, prandaj edhe vendosa ta publikoj, shtoi ai. Po ashtu i pyetur nëse droni Skifteri K1 është shitur në një shtet aleat apo armik, Aliu shpreh se kompania bashkëpunon vetëm me shtetet mike të Kosovës. Ne gjithmonë merremi me shtetet aleate të Kosovës, nuk merremi me shtete armike, përfundoi ai. Kosova ka shënuar një tjetër hap të rëndësishëm në zhvillimin e teknologjisë së dronëve, me njoftimin e prodhuesit të njohur Ridvan Aliu se droni luftarak i quajtur Skifteri K1 është tashmë gati pas përfundimit të fazës së testimit. Aliu publikoi së fundmi në faqen e tij në Facebook një video ku ky dron godet sakt një pikë të synuar, duke dhënë detajet e reja mbi specifikat e tij teknike dhe kapacitetet e tij operative. Sipas njoftimit të Aliut, Skifteri K1 ka arritur rezultate premtuese dhe karakterizohet nga një kombinim kapacitetesh që e bëjnë atë një model inovativ në kategorinë e dronëve me rrezet e gjatë veprimi. Ky dron operon me një rrezë veprimi prej mbi 1000 kilometrash, që e pozicionon atë larg standardeve të zakonshme për dronët e zhvilluar në rajon. Gjatë testimeve, droni ka fluturuar për 7 orë 12 minuta, duke demonstruar një autonomi të konsiderueshme, e cila mund të shfrytëzohet në misione të zgjatura pa ndërprerje. Një tjetër veçori e rëndësishme e këtij modeli është kapaciteti i ngarkesës, që arrin deri në 42 kg. Kjo mundson që Skifteri K1 të mbajë pajisje të rëndësishme operacionale, qoftë për qëllime vëzhgimi, qendra sensorike apo misione të tjera mbrojtëse. Sipas asaj që është njoftuar nga pala prodhuese. Në përshkrimin e tij Aliu shpjegon edhe funksionin e projektit. Droni është konceptuar për misione mbrojtëse, duke theksuar se ai nuk është i destinuar për të kthyer pas, por të kryejë detyrat e kërkuara në distanca shumë të largta. Kjo tregon një orientim drejt përdorimit të tij si një mjet me aftësi autonome apo me elemente të avancuara të kontrollit nga distanca. Ky zhvillim vjen në një kohë kur Kosova ka nisur të investojë në teknologjinë e dronëve, si për përdorim civil ashtu edhe për ata mbrojtës. Më parë pilotët ushtarak dhe kompani vendase kanë prezantuar modele të ndryshme të dronëve made in Kosova, përfshirë modelet Skifteri dhe K1 me funksione të ndryshme. Për shembull, modeli bazë Skifteri u përurua në një ceremoni në Gjilan, ku u dha informacion se arrin lartësi deri në 5000 metra dhe një rrezë veprimi rreth 20 km, ndërkohë që modeli Kamikaz K1 është krijuar me karakteristika të veçanta teknike. Megjithatë, duhet potencuar se për momentin pjesa më e madhe e informacionit mbi Skifteri K1 mbetet e bazuar kryesisht te njoftimet e producentit dhe videot e shpërndara në rrjetet sociale. Detaje shtesë mbi sistemet e navigimit, qasjen e kontrollit, integrimin në sisteme të tjera apo testimet nën kushte të ndryshme operative ende nuk janë publikuar në mënyrë të plotë
nga autoritetet zyrtare apo burime të pavarura. Pavarësisht kësaj, zhvillimi i dronit skifterik 1 paraqet një arritje të dukshme në teknologjinë vendore të Kosovës dhe riflet përpjekjet për të avancuar kapacitetet teknologjike në sektorin e pajisjeve pa pilot, një fushë që konkuron intensivisht në arenën globale.